si e parashikoni tregun imobiliar në Tiranë në 3 deri në 5 vitet e ardhshme? A besoni se politikat qeveritare, ligjet, lejet të ndërtimit, taksat mund të ndërhyjnë në mënyrë që të mbrojnë ata që kërkojnë një shtret të sigurt dhe të përballueshme për vend? Mendoj që patjetër qeveria ka hapësirë për të rishikuar një takim progresiv ndoshta për të gjithë qytetarët e Shqipërisë, qoftë ato me biznes dhe qoftë jo. Gjithashtu mendoj që duhet i vëhet tekst jo vetëm ndërtesave elitare që ne tashmë i kemi, megjithëse këtu duhet përmend që ekzistojnë ndërtime të reja që janë në zonat si Oxhaku, që është kaq afër qendrës dhe ka të gjitha facilitetet dhe lehtësirat për një jetesë sa më komode. Pra ne kemi edhe aktualisht që flasim, pavarësisht që do ishte më mirë, patjetër që duhet bërë, ka shumë hapësirë për të bërë në të çështje, mirëpo mendoj që ne edhe aktualisht kemi zona që janë mesatare edhe për popullsinë që ndoshta edhe më pak mesatares. Mendoj që blerësit kur i referohen ngritjes së çmimeve, i referohen vetëm kur shohin çmime 6.000 euro, 5.000 euro, 4.000 euro, po janë zona top, siç është Bloku, siç është qendra e Tiranës. Pra këto qendra janë në çdo vend të botës, si qendra që sigurisht jo gjithkush mund blej. Por ama kemi pjesë të tjera siç është pjesa e rrugës Kavajës, flas pjesa 21 dhjetorit, pjesa e Zberishtit, Fresku, Oxhaku, Alidemi, rruga Bardyl që ti akoma gjen ndërtesa edhe banesa me një çmim mesatar që është shumë i përballueshëm.